emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrama kudo që na ndisni të nderuar shikues, vendi po provokohet nga retorika politike që meton se shpejt mund të shkoj Republika e Kosovës sërish në zgjedhjet të parakohshme parlamentare, me që nga nën shkurtje këtej kur mbajtën zgjedhjet e rregullta, zoti Kurti dhe oponentët e tij nuk arritën t'i japin vendit institucionet arsye për të cilën gjithë Kosova mori pjesë në këto zgjedhje. Analizë të detajuar kam ftuar ish kreun e KQZ-s, profesorin Mazlum Baraliu. Profesor, faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Si mund të shpjegohet gjithë kjo situatë politike, që vendi përsëri me gjas të shkoj në zgjedhje të jashtëzakonshme, të parakohshme, parlamentare? Si një galimatias politik i një kaste establishmenti politik i cili si duket ende nuk ka arritur që të emancipohet në funksion të rrjedhave të kohës, po kalojmë një qerek shekullit të ri dhe të njëjtën kohë edhe të lirisë, çlirimit të Kosovës dhe pavarësisë së vendit, ndërkohë që kjo klasë politike definitivisht duke i dhënë prioritet më tepër interesave të tyre politike, partijake, benefiteve nga pushteti dhe për pushtet, e më pak, ose fare pak në këtë rast, në këtë ngërç që kishim dhe paralizë politike, e kemi ende që kaq muj për shtet, për qytetarin votues dhe për Republikën, tregon që thjesht ne ende nuk kemi emancipuar as kulturalisht, as pikpamje demokratike dhe as pikpamje politike. Pra një sjellje e papërgjithshme, e një themi kaste politike të papërgjithshme, të leadershipit të këtyre partive politike dhe faktikisht dhe realisht gjithë kjo sjellje, jo vetëm tani, po edhe më herët hera herës, po kësaj radhe në mënyrën më drastike dhe klasike të një papërgjithshmërie politike kanë sjell vendin në dekadencë, edhe në kuptimin e konsolidimit të shtetësisë në planin ndërkombëtar, po edhe në planin e brendshëm për sa i përket reputacionit si shtet i ri para popullit dhe para bashkisë ndërkombëtare, dhe në planin e brendshëm kur po flasim kam fjalën për gatishmërinë dhe aftësinë e këtyre qeverisjeve njëra pas tjetrës, pa dallim, me një mentalitet parafërsisht njëjtë politik, me sjellje të papërgjithshme, siç po themi për tretën herë, kanë pru vendin buz, të thosha unë, një animoziteti të paparë dhe një gremine politike cila nuk sjell asgjë të mirë për Republikën dhe qytetarin e te. Duket që po priton habi nga ky lloj paradoksi politik. Një situatë pa parashikuar mbas edhe nga jo, profesor Baraliu, se mund t'i ndodhë Kosovës. Patjetër, ne kemi shpresuar si votues, si qytetar të këtij vendi, si njerëz që më tepër se unë personalisht dhe brezi im, dhe brezi juaj, me dekada i përcjellim thjesht rrjedhat politike dhe zhvillimore të këtij vendi, të kësaj pjese të kombit, dhe të kësaj klase politike e cila që nga lindja e saj, një subjekt politik, Lidhja Demokratike, që është quajtur si parti politike, po më tepër si lëvizje popullore, deri më tash ne kemi filluar dhe shpresuar që edhe punuar gjithsesi, edhe si popull, edhe si themi inteligjenci dhe intelektual, veprimtar edhe politik, edhe përkauz, që do ta kemi një Kosovë ndryshe, një shtet që është natyrisht pas 2000 sa vitesh për herë të parë pas gjithë atyre pushtimeve nga romakët, bizantinët, turqit, bullgarët, mesjet, serbët dhe në shekullin e fundit serbët përsëri, deri më tash pra një rilindje, një pjesë të Dardanisë antike të Kosovës së tanishme, që do të ketë vërtet një rilindje, që do të ketë aq më tepër në shekullin 21, kur nuk mund të ankohemi tani më
si para 80 vitesh kur kishim 99.9% popullsisë analfabete, tani kemi një inteligjencë të krijuar, kemi universitete të shumta publike, private, kemi një traditë, themi edhe shtetërore, sepse autonomia e Kosovës, krahina autonome socialiste, siç është shujtur në atë regjimin monist të okupatorit serboslav, thjesht ka pasur një nivel të përgjithshmërisë, po edhe të autorizimeve dhe kompetencat, cilat njerëzit e kohës i kanë shfrytzuar mirë në rrethana shumë të vështira për të nxjerrë maksimumin së mundshmes, që është edhe definicioni politikës, njëri nga definicionet, ndërkohë që tani pas gjithë këtyre përpjekjeve, pas një lufte të tmerrshme, pas një gjenocidi të përjetuar deri në Holokaust, ne nuk dëshmuam as si klasë politike, e as si, do të thosha unë fatkeqësisht, as si republik, pra edhe ne qytetarët kemi përgjegjësi, mendoj unë, që ta ndërtojmë me sukses një shtet të ri përkundër përkrahjes së madhe fillimisht të gjithë bashkisë ndërkombëtare, botës përparuar perëndimore, dhe me këtë thjesht mendoj që në sekuenca dhe në segmentet të caktuara të rëndësishme kemi dështuar, nuk ja kemi arritur, dhe pikrisht pasojat e këtij dështimi gradual të këtyre vakumeve të krijuara gjatë qeverisës me një mentalitet, siç e thash më parë, pothuajse kvazi mesjetar, i pa transformuar dhe i pa emancipuar edhe kulturalisht, edhe politikisht, edhe demokratikisht, ne jemi në këtë gjendje çfarë kemi ardhur dhe ku kemi ardhur, por nuk e kemi menduar që pikrisht në këtë gjendje kaq të rëndë, pra të një blokadë të një, themi, sedimenti gati patologjik të sjelljes të kësaj klase politike që e ka sjell vendin në një gjendje paralize politike dhe të një vakumi shtetëror i cili po na përsëritet. Keni parasysh 2-3 herë gjatë këtij viti, gjatë këtyre muajve të kësaj themi paralize politike dhe blokade, ne kemi pas të suspenduar jo vetëm kuvendin, po parsisht kuvendin si organin më të lartë të shtetit dhe të pushtetit, por edhe institucione tjera të cilat përjedhoj nuk kanë mund të konstituohen dhe të funksionalizohen. Ju jeni brez idealizmit, një kontingjent intelektualësh, pikrisht që kishte artikuluar me vendosmëri një kauzë për të heqë tiranin e sistemit kohës mbi drejtat që u takon shqiptarëve. Duket që kjo retorik dhe sjellje politike, ky habitat politik, po godet ato vlera, atë kauzë që dikur e keni përfaqësuar, që kishin ndruar mbase një Kosovë pluraliste, një Kosovë të lirë, një Kosovë ku mund të qeveriste veten e papenguar, dhe kjo situatë është demant mbi gjithë. Është, mendoj unë, më shumë pa përgjithshmëri dhe pa aftësi, dhe dyta, mungesë e vetdijes politike dhe të themi atij kondenzimi të duhur politik shtetëror të një vetdije e cila do të nënkuptonte që shteti i themeluar me vështirësi, i konstituar edhe me ndihmën e të tjerëve, pra përkundër përpjekjeve tona shekullore, brez pas brezi dhe të luftës së ushtrisë shërimtare dhe të bijve më të mirë dhe bijave që kemi pasur, të cilët thjesht janë ballafaquar me një pushtues shekullor, po edhe me një forcë e cila është konsideruar e katërta për nga aspekti i fuqisë ushtarake në Europë, me mbi 51 fabrika për prodhimin e armëve prej më të ndryshme dhe të blera të siguruara, pra një themi mentalitet të një shteti ekspansionist dhe militarist, dhe tani kemi ardhur në situatë kur thjesht pa qenë mjaftueshëm të vetëdijshëm se çka do thotë shteti dhe çka do thotë liria, me keqardhje them, si duket kjo klasë politike nuk e ka kuptuar këtë, ose se ka kuptuar sa duhet, ose nuk don ta kuptoj për interesat që përmendëm më parë, klanore, fisnore, formale, jo formale, politike, partijake dhe për pushtet dhe jo për shtet, dhe kemi ardhur në këtë situatë e cila është, do thosha unë, nëse vazhdon kështu,
është destinuar që të përfundoj në mënyrë fatale për interesat e vendit dhe perspektivën e Republikës. Profesor Baraliu, ka një orëfatje sistematike të partisë së parë të lëvizjeve të vendosje, që të mbledhën shkrimet, të vijoj, si që thonë ata, me sërish me kandidaturën e zotit Kurti për kryeministër në kuvend. Që flet kushtetuta, është një debat, të lutem nëse mund është një observim kompetent profesional. Patjetër nuk është e mundur, kushtetuta është e heshtur në këtë aspekt, kushtetuta atë që thot kështu, thot që në nenin 95 të saj, mandatimi i fituesit të zgjedhur në këtë rast koalicionit të vetëvendosjes mund të bëhet me një kandidat dhe vetëm një herë. Pra, herën e dytë i jepet mundësia që të bëj për dikush tjetër, jo i njëjti kandidat. Pra, nga njëjta parti, por një kandidat tjetër. Po pra, një kandidat tjetër, pra, i senetës partie, njëta parti me fjalë tjera mund të kandidoj, ta mandatoj një kandidat tjetër, në qoftë se i siguron 61 vota dhe e reprezenton me shkrim para presidentes e vendit që i ka ato vota. Do duhej për këthe paraprakisht të ketë një konsultim, si që thot kushtetuta, të presidentes e vendit me partinë përkat, se gjithësisht koalicionin këtë rast politik, po edhe me parti tjera, po me që kemi një paraqitje disa hershme, themi, po edhe herën e fundit partisë e dytë fituese se nuk janë të gatshëm, se nuk i ka numrat për ta bërë mandatimin e një mandatari, atëherë ata mund ta bëjnë, por jo me zotin Kurti. Zoti Kurti në këto zgjedhje, pas këtyre zgjedhjeve, të nënshkurtit tani më e ka humbur mundësinë me rastin e mos votimit të kabinetit të propozuar nga ai në mbledhjen e fundit të jashtëzakonshme. Është taksative, prof, thuhet kështu, nuk sepse ka një, si me thë, paqartësi edhe nga zërat politik që po gravitojnë në media, bi këtë përpjekje. Po, ama keni parasysh për shikuesit tuaj, duhet thënë që në drejtësi ekzistojnë disa lloje të interpretimeve dhe njëri prej tyre është interpretimi logjik, interpretimi teleologjik dhe të tjerë, historike gjusore kështu me radhë. Pra, më fani, ka mundësi të interpretohet norma kushtetuese. Është e vërtetë që kjo kushtetut nuk është konsekuente në aspektin e qartësisë e normave juridike për çdo gjë, po dhe nuk duhet të jetë për çdo gjë, sepse është kushtetut, është akt suprem juridik dhe politik i një shteti i cilin pika kryesore i rregullon marrëdhëniet në mënyrë që pastaj të tjerat të definohen, të elaborohen, të përimtohen, të çmtohen me ligje dhe me aktin e ligjore. Por ajo që dihet dhe mund të interpretohet deri me tani të paktën nga pikpamja ime, është se nuk mundet i njëjti kandidat dy herë të mandatohet nga njëjta parti ose subjekt politik. Një problem jashtëzakonshëm, siç e thot profesor Lumer, ka të bëjë me konsekuencat e kësaj bllokade për shtetin, pikpamje zhvillimore ekonomike. Ligji për buxhetin është një prej komponenta ma të rëndësishëm mbi cilin ekziston edhe operon shteti. 31 dhjetori është data e fundit ku duhet Kosova ta ketë këtë ligj. Rrezikohet seriozisht ta ketë. A mundet qeveria, në detyrë qeveria kujdestare, ta sponsorojë këtë ligj, sipas jush? Po, ky është ligji, gjithsesi ligji kryesor, për arsye se përkundër faktit dhe vlerës dhe rëndësisë që kanë të gjitha ligjet, secilin fushën e vet, por ligji i buxhetit është faktikisht arteria aorta e një shteti, pa cilën nuk funksionon shteti. Dhe me që është ashtu, atëherë është i rëndësishëm dhe janë parapara atje normat se si dhe çka duhet bërë secili subjekt politik dhe në këtë rast kuvendi, ka mundësi që në situata të caktuara kuvendi organi më i lartë është, i cili edhe i ndron ligjet, pra në qoftë se dakordohen palët
grupet parlamentare të cilat sot duhet formohen me sa di unë, atëherë në një seancë plenare të jashtëzakonshme që duhet organizuar, mund ta gjenë formulën për ta miratuar ligjin për buxhetin, për arsye se thash është diçka pa cilën nuk bëhet. Në drejtësi thuhet conditio sine qua non dhe mund ta bartin nëse jo, pra ta përcjellin, ta miratojnë, edhe nëse jo, atëherë po ka mundësi, ka norma aty, ka përcjellse kalimtare që mund të shënojë deri në marsin e vitit kaluar me buxhetin e shfryzohet pra buxheti i këtij viti me ligjin e miratuar më herët, për vitin tjetër matutje jo, matutje mandej bllokohet shteti dhe jemi në një gjendje amorfe të ekzistimit të shtetit, prandaj është imperative që të merren vesh, të konstituojnë sot grupet parlamentare, komisionet dhe të punohet në atë drejtim që ligji mbi buxhetin të kalojë dhe jo vetëm ai, janë edhe një vistër marrëveshjes ndërkombëtare që duhet të ratifikohen, e që nga të themi legjislatura e kaluar e 8 me radhë, për arsyet politike që i kanë pasur subjektet politike të pranishme në kuvend, nuk i kanë ratifikuar, që është për të ardhur keq, edhe ka humbje të jashtëzakonshme Kosova 100 milion, që është plani rritjes që është dikun rreth 900 milion, gjitha këto do duhej të miratoshin para se eventualisht shkohet në zgjedhjet e reja. Çështja është që qeveria, profesor Baraliu, ka mandatin ta propozoj të jetë sponzore e projektligjit për buxhet për vitin ardhshëm. Tani me akt gjykim gjykatës supreme reduktohen përgjegjësitë dhe detyrat në qeverie në detyrë, shkasu për një udhëzim administrativ, një akt ligjor i ministrit financave Kuran Murati. E ku foli qartë gjykata supreme, prandaj po them, a ka konflikt ligjor se kush duhet ta bëj këtë punë? A ka vakum ligjor? Ndëgjoni, ka shumë çka vakumore në Kosovë, madje edhe kushtetuta fatkeqësisht shkelet shpesh për të mësën për çdo ditë nga çdo kush. Qoftë nga personat fizik, qoftë nga personat juridik. Dhe kjo është notore, është evidente. Mirë po ka disa situata kur thjesht interesi që quhet utilitar, i domosdoshëm, i ekzistencial, utilitar do të thotë i shumicës ekzistuese. Në këtë rast, atyre që janë kuvend që vendosin, partive politike se disa nuk janë kuvend. Edhe ne që nuk jemi në kuvend qytetarët, edhe me që thash më parë, është organi i cili nxjerr ligje, ndryshon ligje, nxjerr kushtetutë, ndryshon kushtetutë, mund ta bëj atë, nuk ka edhe solucion tjetër, sepse kemi ardhur. Vendi duhet ta bëj këtë punë. Ta shpëtoj vend nga kollapsi i vërtetë. Se kjo qeveri edhe që është në detyrë, e bën propozimin se s'ka kush. Them jemi në situatë. Shkel ligjin, profesor? Po që po them tash, nëse këtë miraton kuvendi në një mënyrë e mbulon atë që eventualisht se s'ka zgjidhje tjetër, ose duhet shkuar në bllokat shtetit, pra duhet lejuar që deri në mars kemi mundësimi dhënë pagat e tjera, shfryzohet buxheti, nga viti kaluar matutje s'ka. Të mbyllin syt thot kuvendi, edhe nëse shkelin ligjin të mbyllin syt. Po nuk është hera parë që po të them. Po bëj pyetje. Në rregull ti po bën pyetje, ke të drejtë, unë po t'jap përgjigje. Demokracisë, respektimit të rëndet të ligjit. Po nuk është hera parë që ky kuvend shkel kushtetutën dhe ligjet. Tani, po ju kujtoj, po nuk po dua të lëshohem në atë, sepse për shkak të respektit ndaj institucionit, jo ndaj atyre që janë aty. Fatkeqësisht, të gjithë 120, që janë edhe udhëheqësit e partive politike, edhe leadershipi i tyre, e kanë shkel një nga një kushtetutën. Dhe kur, atëherë në një vendim, njëra prej 3 vendimeve, që si shtak gjykimeve të kushtetutës, në të cilën gjykata kushtetuese thoshte që urdhëronte kuvendin që në fat prej 30 ditësh ta konstituoj kuvend. Urdhëronte deputetët që të votojnë dhe ta konstituojnë kuvendin. Për kundër ose abstenim, po? Po mirë, ajo nën kupton, pikërisht. Por që ta konstituojnë dikush për, dikush kundër, dikush abstenim, po shumica thoshte te gjykata, ky është interpretimi logjik që po ta them, dhe teleologjik, qëllimor. Ata nuk e bën shkelën dhe shkelën kushtetutën të gjithë më radhë 120. Dhe shtrohet pyetja çfarë legitimiteti kanë këta njerëz që
nëse shkohet në zgjedhje të kërkojnë votë. Nëse nuk shkohet në zgjedhje, konstituohet kuvendi edhe themelohet qeveria tani, me këtë iniciativë që ju e përmendet, të subjektit fitus në këto zgjedhje të fundit, ku do dalin ata në kuvendet, thonë atje, në për komisione edhe me qytetar, kur takohen, thonë, po ne që po bëjmë për ju, kur e kanë shkel kushtetutën, shkelin edhe ligja ata. Ose shifni për shembull dhe kanë miratuar. Nuk është në rregull, profesor. Po s'është në rregull, po sigurisht është në rregull. Kur mund thash që po sillemi me një papërgjithshmëri maksimale, me një mentalitet qeverisës kuazi mesjetar, për të mos thënë totalisht mesjetar, pra jashtë kohës, jashtë kornizave të kohës demokracisë shekullit 21, një kvartal, 25 vjetë kanë një qerek shekulli ka kaluar nga ky shekull, ne sillemi ende si kur t'ishim në për feudet tona. Pra, mund të kaloj dhe duhet të kaloj, sepse ndonjëherë interesi më i madh utilitar, si që përmenda, po e përsëris, për shikuesit tuaj që t'jemi sa ma për tokë gjithsesi sa ma të qartë në shpjegim, duhet të kaluar sepse shteti nuk mund të bllokohet. Edhe në aspektin financiar. Sepse keni parasysh ka njerëz smur, ka pensionist, ne kemi 263.000 pensionist të cilët janë në gjendje të mjerueshme, të cilët nuk kanë mundësi që minimumin ekzistencial ta përmbushin me pensionet e tyre. Ne kemi një ligj në fuqi që nuk e ndron kjo ka as politike dhe as legjislatura më hershme, as kjo tani dhe premtimet e atyre qeverisjeve përpara nuk janë realizuar. Premtimet e kësaj qeverisje që tha do të bëj reformë në pensione, nuk e bëri fare që do ta ndryshoj ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili është diskriminues, nuk e bëri dhe dini çfarë kemi tash, ju që delni në pension, kur do që delni dhe kush do që del tash. Nuk mund të ta shfrytëzoj të drejtën që për vitet që i ka, për shembull 30 vite, 40 vite e tjera, ta marrë pensionin kontribut dhënës të ashtu quajtur, që është dikun me fakultet, vetëm me fakultet s'paguhet asgjë më tepër, keni parasysh çfarë absurditeti, që është dikun 318 euro, po e merr pensionin që është asistencë sociale e që është 120 euro. Pra, keni parasysh. Profesor, e vërtet. Kështu që jemi në një situatë shumë të rëndë. Vetëm të punësuar në sektorin publik dhe gjithë ata që marrin të hyra, paga, asistencë sociale, po i themi ma mirë skemës pensionale që është aktualisht e ku shpërndahet mbi 260.000 pensionist prek dhe sektorin privat. Gjithë strukturën reale ekonomike të Kosovës, kjo situatë. Por, midis kësaj, profesor, dhe paktit midis tyre që të mbyllin sytë të cenojnë demokracinë, të shkelin ligjet, për shkak se e sollën vetë këtë gjendje, si është e mundur kjo? Po them është fatkeqësi e jona, papërgjithshmëria jonë dhe mungesa e eksperiencës në udhëheqje me punë shtetërore, pastaj të futjes garniturave të caktuara të cilat nuk kanë qenë as të përgatitura dhe as të gatshme, që nga fillimi, me një administratë, pra fillimi me njëherë pas shlirimit 99-ën, po flasë këndej, me një administratë ndërkombëtare që ka qenë eksperimentale, pra unë miku mbi 8 vjetë, 9 vjetë parafërsisht, dhe që për herë të parë Kombët e Bashkuara, organizata atyre, ka bërë eksperiment në Kosovë duke sjell një administratë e cila ka sjell njerëz nga gjithë bota, të cilët nuk me keqarje them, po kam qenë pjesë e saj, vazhdimisht në institucionet edhe ndërkombëtare, edhe në këtë administratë, edhe në administratën e Republikës Kosovës, nuk dinin të vozisnin, nuk dinin të punonin me kompjutor. Ndërkohë që ne të prapametur, ma të prapametur në Europë, po me gjithatë njerëzit tanë dinin të bënin këtë punë. Një administratë që ka pasur autorizimet paskajshme, pa shembullta, sultanat, dhe në atë administratë, në atë themel të saj, janë inkorporuar këta politikajt tanë, pa përgjithshëm, do të thosha unë makiavellist, në qëllimet dhe veprimet e tyre, vetëm që janë dikun të kyçura, ka pranu ndërkombëtarje dhe ata mandej vetëm kanë hesh, LPP që thot turku, ose yes man thot anglezi, dhe ne kemi vazhduar një traditë negative të dëmshme me pasoja të rënda, edhe në aspektin e ligjeve,
Dhe kjo mungesë e përvojës tonë, mandej, është reflektuar edhe në funksionimin e shtetit, kur kemi kushtetutën, ligjin, kemi pavarësuar dhe kemi këtë gjendje ende. Me duket si pakt kolektiv politik midis udhëheqësve që të mbyllin syt, të mos zbatojnë ranin dhe ligjin, vendimet e gjykatës supreme dhe erdhëm ku erdhëm dhe të na justifikojnë gjithë këndërmarrjet veprimeve tash për buxhet me argumentin që shteti është në kolaps. Po, a ishte dashur të parashikohet politikisht, profesor, kjo? Patjetër, jo vetëm politikisht, por duhet dhe duhet të sankcionohet edhe juridikisht, gjithsesi penalisht nëse duhet, sepse me kushtetut gabimet që bëhen, shkelet që bëhen, ato nuk sankcionohen penalisht, po vetëm politikisht. Politikisht, këta njerëz nuk kanë breng fare pse ju shani, thoni çka doni ata vazhdojnë me të veten. Penalisht nuk funksionon sistemi i drejtësisë, është i bllokuar. Ne kemi pas situata nga qeveriset e kaluara, po kemi edhe tani, tendenca që të kemi shtet etatist, shtet parti shtet, dhe ma keq se kaq, sindromi i Francës shekujve të mesëm, të Luigjit 14, i cili thoshte leta se moa, shteti jamon. Kjo kast politike, këta eksponent politik që udhëheqin partit politike të ne kryesisht me gjithë respektin ndaj tyre, se jemi të përkryer asnjë, as unë e ti, po këta janë me përgjegjësi të mëdha, janë garkuar dhe kanë pranuar besimin e popullit dhe kanë përgjegjësi për ta udhëhequr mbare mirë dhe në frymën e ligjit këtë shtet. Nuk e bëjnë atë punë bashkë gjithherë, dhe prandaj ne jemi këtu ku jemi dhe ka shkelet vazhdueshme dhe ka interesa të mëdha politika jonë, kjo kast politike, prandaj po them këta eksponent, edhe kur ishin ato departamentet bashkë qeverisës me unë mikun, që aty zanafilla ka filluar që këta të byrokratizohen, që këta të mëshikzohen në interesat e tyre meskine, ndonjëherë, ose edhe tepër egoiste dhe tepër personale, grupore, partijake, vetëm partia le të forcohet, shteti le të punë e madhe që ka ndodhur me shtetin. Ky është mentaliteti që na ka përcjell dhe si duket po na përcjell edhe në këtë fazë, dhe kjo është ai sindrom që ne duhet ta shërojmë, ta eliminojmë nga qenja, nga organizmi politik i shtetit tonë, në mënyrë që të përparojë dhe të konsolidohet në planin e brendshëm dhe ndërkombëtar Republika jonë. Ju keni kontakt të çdoditshëm me shumë njerëz, profesor Paraliu, njerëz kudo që ju shohin dhe ju pyesin për të marrë përgjigje, që ta kuptojnë thelbësisht mbase se çfarë po ndodh me Kosovën politike, se që nga shkurti këtej nuk patën dëshirë me gjas as partia par dhe as tjerat t'i japin vendit institucionet gjejnë formula racionale për bashkëqeverisi. Çfarë i thonë njerëzit kur ata mund ta dinë se sërish vendi po provokohet që të mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare? Ata janë në arsye do të dalin në zgjedhje. Ata janë shumë të brengosur, qytetarët janë shumë të zhgënjur, qytetarët janë shumë të pakënaqur me sjelljen dhe veprimet e papërgjegjshme politike të kësaj klase politike të këtij establishmenti, veçanërisht fjala është për partitë që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, partitë të mëdha. Dhe madje me lot në sy më ndodh shpesh herë që më dalin njerëz dhe thonë, profesor, po si është e mundur? Ne ja u dham besimin këtyre njerëzve, ja u dham votën, shpresuam dhe besuam që do të na përfaqësojnë në mënyrën më të mirë të mundur. Ata e përbuzën besimin tonë, ata fillimisht 3 ditë fillim nuk e bën verifikimin e mandateve që ne ja u kishim dhënë. Besimin ata, mandatet që ja u kishim dhënë populli, që i kishin kërkuar vetë, që kishin vrapuar dhe kishin investuar edhe para për ta marrë mandatin. Një veprim i gabueshëm taktiki ish opozitës të ligjshme. Patjetër, në këtë rast edhe ish opozita, edhe partia fituese. Përgjegjësia është e ndarë, natyrisht i takon të parit që me një fjalor dhe me një veprim dhe një sjellje të përgjithshme politike dhe të maturuar, dinjitoze, të denjë për respekt nga qytetari i cili ka dhënë votë më shumë këtyre se këtyre tjerëve të opozitës, është dashur cilët ndryshe.
të ofroj kohezion, mirëkuptim, marrëveshje deri në kompromis. Nuk është sjellë ashtu. Po edhe partitë opozitare, përkundër faktit që kanë shpresuar që do të marrin më shumë, në fakt kanë marrë më shumë se sa përpara, kanë përmirësuar pak a shumë imazhin e tyre, por jo sa kanë dashur as kas ata, dhe të pakënaqur me atë këta përsëri janë pozicionet e tyre dhe nuk kanë bashkëpunuar as i pari me të dytin, tretin e të katërtin, as këta të fundit me të parin. Dhe kjo është, prandaj jo për të bërë galimatias për ta përzirë drejtet të shërë. Jo, po për të thjesht për të vlerësuar dhe peshuar përgjegjësinë që kanë, të gjithë kanë përgjegjësi. Se ju lutem. A e meritojnë dëshkimin me votë këta? Po do ta kenë, e meritojnë dhe do ta kenë. Fundit, më lejoni ta them që për shembull zgjedhjet e fundit që patëm në rundin e parë të zgjedhjeve lokale, ka morën përgjigjen. 39 diçka % dolen aty, shumë pak është kjo punë. Pa marrë parasysh që këta lavdrohen, jo marrëm kaq vota, marrën vota, ajo është relative, se ende janë dhënat e sakta. Një e dyta, edhe injektojnë, inxhinierojnë ato dhëna, partitë politike për të bindur votuesin, por zgjedhjet qendrore nëse mban do të ketë kam frikë, jo që dua në asnjë mënyrë, po kam frikë që do të ketë një hakmarrje, një përgjigje, se njerëzit e thonë, kam dalë, s'dalma në zgjedhje, asnjërit, askujt. Prandaj si të binden qytetarët që të marrin pjesë në zgjedhje. Po prandaj këta nuk kanë legjitimitet, shkojnë pastaj të lypin votë. Nuk e di si po ta votonin, nuk e votuan njerë, mirë bëri për shembull, ajo që është mirë duhet thënë këtu edhe në këtë rast, për të këja që e votoj kryetarin për hir të interesit publik. Ma në fund, pas gjithë asaj odiseade. Mirë bëri LDK-ja që thoshte s'votoj askënd, që e votoj ma në fund në kryetarin e komunitetit pakisë sërbe, dhe e bëri një punë të mirë dhe u konstitua realisht kuvendi. Por tani nuk bën mirë këta zotërit që nuk e votuan qeverin, sepse do t'ishte vendim dhe veprim jashtëzakonshëm për garancia strategjik. Unë nuk di si kush i këshillon ata njerëz dhe çka mendojnë, si mendojnë ata politikisht, po flas për këta të opozitës, kur do ta fusnin zgrips, po t'ja jepnin edhe 4-5 vota këtij në qeveri, në një qeveri për afat shkurt që më shumë do t'ishte kompromituese dhe sfiduese për ata që janë në qeverinë, këtë rast koalicioni që ishte deri tash i vendosës, dhe do t'ishte një sprovë cilën nuk do të mund t'ja dilte me sukses. Dhe këta do t'a kishin një rast mirë për përfituar vota që do në zgjedhjet që do të mbahen qoftë dhjetor, qoftë në mars ose në prill, patjetër, nuk e bën këtë. Dhe çka ndodhi më keq? Lista sërbe doli dhe tha, ai zotriu, e shkeli kushtetutën, tha, ky qeveri që ishte dhe ky njeri që ishte kryeministër, ja mohoi të drejtat popullit sërb, shkeli kushtetuese. Kushtetutën e Kosovës nuk ka sintagmë popullit sërb, por ka komuniteti pakisë sërb ose bashkësia sërbe. Dhe popullit shqiptar, tha mandej, shkelja e dytë kushtetuese, tendencioze. Sepse as populli shqiptar nuk kanë kushtetutën tonë. Madje edhe emri shqiptar, fillimisht e kanë përmend ata, ne kemi insistua, e kanë fut komuniteti shqiptar, se hiç s'ka pas. Domethënë, e tash, ta thanë, ne nuk do ta votojmë këtë qeveri, këta të opozitës nuk e votuan, a nuk do të bithen në një shput, në një këpus të njëjtë me listën sërbe, edhe pse nuk bëjmë bashkë në gjë, po rreshtohesh dhe si e vlerëson popullit shumë keq. Në anën tjetër këta që e zvarriten me metoda jo që më sheft kaq herë duke vënë sprovë dhe dinitetin e personalitetit të njerëzve të partisë tyre, edhe këta kanë pjesën e tyre të përgjegjësisë, dhe ajo mund të quhet bllokadë ose shmangje ose zvarritje e procesit në dëm të qytetarit dhe të Republikës. Pra, përgjegjësia është aty. Dhe nëse duhet bërë një nomenklaturë të rënditjes matematikore 1, 2, 3, 4, sigurisht i pari që ka fituar më shumë e ka të parën, e përgjithësinë, po edhe këta tjerë fiq më pak. Dhe prandaj, po ta votonin, ta venin sprovë, dhe jam i sigurt që nuk do t'ja dilte, dhe do të kishin mundësi pastaj për ta korrigjuar nëse duhet edhe për ta bllokuar, sepse fundit është legjitime në një mas kur nuk dëmtohet shteti dhe institucioni, opozita ta bëjë edhe hapa të tillë, po jo kështu.
Jo të tilla kur e bllokon shtetin, kur krijon pandam dhe precedent. Keni parasysh tash, është krijuar një pandam që lista sërbe ose cila do parti tjetër, hera tjera, një çështje që është puro teknike administrative, procedurale, ta bllokojnë institucionet tona dhe këtë drejt vetos. Kanë drejt veto komunitetet pakicë atje në kushtetut, tani edhe në procedurën kuvend ta bllokon për thrirjen e nomenklaturës institucionale pas zgjedhjeve të një shteti. Pra dy fish veto, nuk ka shembull në botë, besoni në aspektin kushtetues juridik, nuk ka shembull të një tani më 3 fish bile, është veto e 3 fish, sepse vetoja e parë është që duhet 2/3 e shumicës shqiptare për një çështje me ndru kushtetutën ose ligjet me interes vital. Vetoja e dytë është që komunitetet pakicë, ashtu quajtura shumica badinterit, përsëri ata e pengojnë se duhet 2/3 të ata të pëlqejnë, qoftë për ligjet të interesit vital, qoftë për ndryshim plotësim kushtetues, dhe vetoja e tretë, që ne veç e bllokojmë vetveten, e bëjmë lamsh, e pengojmë shtetin dhe funksionimin institucional, është tani që në start, kur të fillon pas çdo palë zgjedhjeve, kur të fillon diçka që është teknike, që do duhet për 5 minuta të ndodhte zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, ta bllokon cila do parti. Pra, keni parasysh çfarë dëmi tjetër, vetëm edhe këtë ta them, e kanë bë një zëri, pas një ndryshim, pas një ndërhyrje, ndryshim plotësimin e rregullorës punës kuvendit, 10 vjet nuk kanë qenë gjendje ta bëjnë nomenklaturat politike tonat. E kanë bë pa kundërshtime, por e ka fut lista sërbe aty një pyk, edhe këta se kanë vrejt fare, që tani doli që është kundër kushtetuese. Në një 12 atje pika 6-7. Pra, shifni se çfarë gabime bëjnë këta njerëz dhe të tillë kemi edhe gjendje. Profesor, të falenderoj për reflektimet tuaja, pikpamjet, analizën që ndajtët me ne, me publikun tonë, mbi këtë zallëmaji politike. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.